إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti fale, udhëzime kërkojmë salavatet dhe selamet, përshëndetjet më të mira mbi më të mirën pejgamberin, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullta në ditët e shtuna, ku jemi me vargun e ligjëratave mbi punët e zemrës. Sot kemi që ta përfundojmë veprën të cilën kemi filluar mbi frikën prej Allahu subhanahu wa taala. Kemi përmend definicione, shkallë, si realizohet, cilat janë mësimet të cilat i nxjerrim nga kjo vepër e madhe, të cilën duhet ta realizon besimtari në jetën e kësaj bote. Dhe tani na ka ngelë si zakonisht në këtë varg ligjëratës që përmendim në fund disa fragmente, disa pjesë të ndara nga historitë e njerëzve të mëdhej si pejgambert alayhimus salatu wassalam dhe në kryet e tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pastaj sahabët, tabiinat, sa na mundson Zoti te bareke ve teala, do të shohim disa pjesë nga jetët e tyre se si ata e manifestonin në jetët e tyre frikën prej Allahut subhanahu wa taala. Para se të vazhdojmë dhe zërë në ligjëratat, në pjesën e kësaj ligjërateje, të ndalemi me disa prej fjalëve të një hoxhe të madh të muslimanëve, hoxha i Yemenit Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi rahimahullahu taala, dietarëve të shquar të muslimanëve, i cili ka punuar shumë në jetën e tij për t'i bërë hizmet edhe për të kontribuar fuqishëm për fenë Allahu subhanahu wa taala. Ky fenomeni, të ndëruar vëllezër, është fenomen i cili ndoshta meriton ligjërata të tëra edhe për kushtim në shpjegimin dhe trajtimin e kësaj teme. Mirë, po do të flasim shkurtimisht, ta lexojmë një fjalë në letrën e tij se si duhen besimtarët të jenë të lidhur ndërmjet veti në theks të veçantë dietarët, hafëzllarët, imamllarët, hoxhallarët, e në veçanti nëse ndodh që dikush prej tyre të degradon apo të humb, domethënë ekuilibrin e udhëzimit, çfarë duhet besimtari të bëjë vëllezër? Ne i shohim vëllezër se jetojmë në kohë krize. Bota jeton me këtë të 8 miliard njerëz, edhe pse të shpërndarë në vende të ndryshme, mirë po të bashkuar në një rrjet social. Pra ti ki mundësi me miliona informata mi morë për një natë. Dhe këto vëllezër e ngarkojnë njeriu. Ki mundësi për shembull me morë veç informatat mira mu ka mundësi së një banë. Po para mendo me qenë këto informatat këqija, kjo natyrshëm se ka me ndiku në shpirtin tanë, në mendjen tanë, në gjendjen emocionale tanë. Çka nëse ato janë ofendime? Ti nëse e sheh një njeri që e ka ofendu një tjetër, pa tjetër është se ki mund ndiku, edhe nëse ti s'ki kur gjati, edhe nëse filani e ka shoh Allanin, mirë po ti e lexon, ti ki mund ndiku për kësajna. Po para mendo nëse ti e i shami ti, normal se ndikohesh edhe më tepër. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë shumë brengosej që të bëhen në musliman pa besimtarët, jo muslimanët, derisa i tha Allahu te bareke ve teala la'allaka bakhi'un nafsak. Ti ndoshta ki me vra veten, ki me myt veten tane se ata s'bëhen besimtar. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka zbrit ajete Muhamedit alayhi salatu wassalam për t'i treguar se gjoksi jot po ngushtohet edhe po shtrëngohet nga të thënat dhe të bëmat e tyre. Pra vëllezër, ne jetojmë në kohë krize dhe muslimanët vëllezër nuk duhet që t'i bëhet barr dikujna, nuk duhet t'i bëhet ngarkesë dikujna. Edhe si rrjedhoj nuk duhet ta përqesh dikan nëse ai devijon apo degradon apo runa Zot bën gjëra të cilat nuk i përkasin në muslimanë ndërkohë që ka qenë musliman. Andaj do të lexojmë dy fjalë. Një fjalë është nga hoxha që than Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi rahimahullahu taala. Pse kemi zgjedhur fjalë se fjalët e ngjashme kanë thënë plot për ulematëve. Mirpo Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi, njëhet i vetmi hoxh i cili ka jetuar në kohë bashkëore, ka ndrujet para disa prej viteve, mirpo është hoxha i vetëm i cili njëhet për çfarë? Për
pozicion ku nuk ka armicuar kërkan prej hoxhallarëve, prej ulemave. Ka qenë prej hoxhallarëve të mëdhej të sunetit, i cili i ka shërbye dhe i ka bo hizmet hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Derisa thot për këtë njerëz Sheikh Albani rahimahullah, ky njeri është çuditshëm, se sa përkushtim ka për fenë Allahu subhanahu wa taala. Andaj kemi zgjedhur pas sa ta citojmë në fjalë të Isës alayhi salatu wassalam, të cilën fjalë transmeton Imam Maliku në Muwatta'an e tina. Andaj, të ndërrova zë cila është tema. Ne jetojmë në rrjete sociale dhe dëgjojmë lajme të ndryshme. Ka mundësi e shohim ndonjë thirrës apo thirrëse, një njeri i cili thret në rrugën Allahu xhelala, pavarësisht është burr apo gruaje. Dhe pastaj ka mundësi për X dhe Y arsye për të cilat përgjigjet sicili përpara Zotit vet xhelal xhelalu, ka mundësi me degradu nga udha, me deviju rrugën, dhe asnjëri prej neve nuk është i sigurt. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam në lutjen e tij, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ka thonë, o Allah, ti i cili rrotullon zemrat, mama zemrën time në fenë tënde. Dhe ka dallim vëllezër me qëndru fenë Allah dhe me qëndru në fetarin tënde. Ti ka mundësi 700 vezë ndron për një mendimit tanë, për kësë do me thonë që i kon stabil në fe, ti i kon stabil në trunin tanë, ti i kon stabil edhe ki druni stabilo, që 500 vetë këtë gjamia s'ka livrit të iqë. A muna mi thonë që është stabil, jo. Se njeriu a di kur është stabil, kur përzihet, kur rjeton, kur hin batiz dhe zbatiz dhe prap mbet stabil. Thelbi o me met stabil në fenë Allahu subhanahu wa taala, e jo me met stabil në atë qëndrimin tanë. Për këtë arsye vëllezër, në ditë kur Allahu subhanahu wa taala i ka thënë muslimanëve, kthenu kaqabja, mas janë falë me vite të tëra nga Kutsi, edhe pasaj ju ka thënë fawallu wujuhakum shatara, kthenu krejt komplet falë nuk kaqabja. Qëndrueshmëria cila ka qenë në fe. Pra muslimanët janë falë ka Kutsi, komplet ju ka ndruar kibla, ka ndal ka tjetër anë. Dhe kush e kon në Medinën e pejgamberit alayhis salat e shef në Mesjid Kuba edhe Mesjid Qibletein, muslimanët çish janë kanë të falë kështu, a dash ka tjetër anë, sikur me kanë dhe të falë kështu ka dera, tash kibla kënena. A ne janë falë, çka ne? Ka tjetër anë komplet. Mirë po, cila ka qenë stabiliteti, qëndrueshmëria në fe në ditë kur ka zbrit pika Kutsi kthanu ka kibleja. Stabilitet në feja me shku ka thot Zoti, jo ka i të dash ti me nejt. Se gjendja e ngrohtë ku ti krijon një fole, se që tu anë shumë mirë edhe rriqat i 500 vjetë. Kjo nuk o qëndrueshmëri. Qëndrueshmëri është kur ti punon, angazhohesh, sakrifikon, dhe në kitë të turbullira ti rri i qëndrueshëm në fenë Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, ne në këtë kohë që po jetojmë, ka mundësi me dëgju për shumë për njerëzve të cilët kanë mundësi me deviju nga rruga e Zotit, me dal, apo rruna Zot me mohu Allahun, apo me mohu një pjesë të fesë. Sikur që i shohim njerëz mohojnë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo mohojnë ligjet të caktuara të fesë, apo dikush thotë çto dispozita në fesë më pëlqejnë. E kështu me radhë. Çka duhet me bëllë zërna kur i shohim të njerëz që degradojnë dhe lajnë fejen? Mu knaqa. Me thonë shqyqir Zoti ata i qafën, elhamdulillah Zoti e koriti, elhamdulillah. A mendojnë këta njerëz dhe se kanë edhe familjar, kanë edhe gratë të shtëpia, kanë edhe çika të shtëpia, kanë edhe njerëz të cilët ti nuk i garantum. Si ti ala i dumur frim. Lejti ato që ka thot me nja jote, se unë e njoh vetën teme. Ti nuk e di se që shkime përfundu. Ti nuk e di, andaj du të me lutë Allahun vazhdimisht për stabilitet. Me thonë, o Zot, mama muhe, mama, ani disa për njës fjallë dhe zërë, munon atë inatin e vetë që ka kam, unë e di që far inat qori jam, po feja s'mohet me inati, feja mohet me Zoti, Allahu gjelë me ta mundësu më majtë. A dhe kër i shojmë njerës që degradojnë, edhe, sidomos nëse bëhen sebeb sjelljet e njerëzve, që ti me arrogancën tënde, me pasjelljet e tua, me mos manifestimin e duhur të fejes, bëhesh shkaktar që dikush me urrejt fejen. Me urrejt fejen. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka thënë Muadhit radhiyallahu an, kur e ka zgat namazin, Imam Lok ose ka dalë mu fal Allahu Akbar, me u fal Yasin. E ka lexuar surën Al-Baqara. Edhe njëri u kanë të punu të ditën tokën, dhe të me punu tokën në lodhësi e madhe. Edhe ka ardhur te pejgamberi ka dalë pi namazit ka dalë. Ka ardhur te pejgamberi ka thonë ja Rasulullah, as kibe na imam me na i caktu që i falet pak ma leta, se surën Bakara unë të ditën punoj tokën ky po lodhna. Ka thonë çka ka ndodhur? Ka thonë kështu këtë imam shka na e ka dërguar ti, shumë gat po falet. Vëllazër, për çka të bë mohabet? Shumë gjatë po falet, shumë po lexon gat. Ka thonë prit, thirat. E ka thirë Muadhin. Edhe zakonisht në atë qëndrimi cili është i besimtarë, vëllezër.
Po leja Rasulullah se ki munafika. Kështu i ka thënë Muadhi. Ka ki munafik pi namazit ka dalë ki. Ama e mësëm tha ka dalë prit ta se ki më kallzoj diçka mua. O Muadh tha, kur ja u falë të jacijën këtyre, kjo dhe se kur të fole autoriteti cili nuk i diskutohet muhabeti atina, tha o Muadh, qysh për ja u falë të namazin? Tha u falë e Rasulullah me surën Al-Baqara. Tha t'ja si di surët e shkurtra. Ti tha do mi i bo fitne njerëzve me dalë bifeja. E fettenun ente tja qyre ki ti e bo sebe pi namazit ka dalë ki. Kja dalë pi namazit. Pse? Sa i ka punu të nditën dhe sa ta dërmu njeri të punu, ka dash me zonë jacijën. Kja ka njës bismillah surë Baqara 286 ajete. Kure ka dita që ka të gjgat, tash hin konflikt njeri me vetën e vetë. Shka ta ka të qaq. Qka ban dhe zërë? Kur njeri ngarkohet ma shumë se sabat, bjen. Provoj e majti diçka, me ta në dikush, majt që këtë tavolinën të një 3 kilometra, e ma, dikur thua e diçka. Ura është vlo, s'po muj me majt. Andaj më zdut mu ngarku njeri shka s'munët me bajt. Sidomos se janë ato sebeb sjelljes tona. Do gjone dhe shka thot Abdurrahman al-Muallimi për këtë çështje. Thot hoxha në mesazhin apo letrën e 14 të cilën e ka titulluar me sifatul irtibat bain al-ulama'i fil qadim. Dëgjoni se ka thënë cilësia e lidhjes në mes ulemave në kohën e vjetër. E që bie se në kohën e re nuk ekziston kjo. Në përmbledhjen e librave të tij, veprimtarisë dhe krimtarisë së tij, qëndron kjo në vëllimin e 15 të përmbledhjeve të veprave të tij. Thot Abdurrahman al-Muallimi rahimahullahu ta'ala në këtë citat. Unë do t'i zgjedh disa prej fjalëve, nga se letra është e gjatë, mirë po ajo diçka që na përshtatet neve për të marrë mësim nga këtë të ndodhjeve që po ndodhin. Thot: "Kana al-ulama'u fil usur al-ula mutawasilin ala bu'd al-aqtar wa su'ubat al-asfar." Thot: dietarët, hoxhallarët në të kaluarën, në kohrat e vjetra të para, sahabe, tabiin dhe me radhë, mbanin lidhje të forta ndërmjet veti, nuk të pashkëputshme, mutawasil, tawasula, kur he halkan halk. Thot, megjithse jetonin gjeografikisht larg njëri tjetrit dhe shumë me vështirësi udhtohej drejt njëri tjetrit. Pra kanë larg. Shafeia me Ahmedin kanë pas lidhje të fortë megjithse ki Mekke Bagdad. Apo thot: فأصبح العلماء في هذا العصر متقاطعين لا صلة بين علماء هذا القطر وعلماء القطر الآخر. Thot, e në kohën ton, vinire në kohën ton, ky vlet hoxha ka jetu në Mekke, rahimahullahu ta'ala, është mshel lezër gati 3 dekada, 3 dekada është mshel në librari, dhe ka vdek aty, rahmetullahi alej. Thot, e ulemat e kohës ton i kanë këput të gjitha lidhjet, asnjë lidhjes s'është mesin e tëre. Ulemat e këtij vendi asnjë lidhje se kanë me ulemat e vendit tjetër. Thot, bile, thot, as edhe ulemat e një vendi, lere ulemat e vendeve të ndryshme, pa as ulemat e një vendit të vetëm. Thot, bile as ulemat e një qytetit vetëm, nuk flasin në mes veti. E ka kjo shkëputje dhe zë. Do ta përshkruan pasaj mënyrë bëdetale Abdurrahman al-Muallimi. Thot: "Faqad kana ulama'u al-balad al-wahid fi al-usurat as-sabiqa la yakadu yamurru alayhim yawmun illa hum yajtami'un fi wa tadhakarun." Thot, ulemave të parë të një vendit të vetëm në kohrat e mira të para të muslimanëve nuk ka mund në mi kalu një dit pa u mbledh ulemat mu bo bashk edhe me i diskutu meselet e fejes. Sepse vëzër, ai i cili zgabon ka vdek, Muhammed a.s. Ai i cili zgabon ka vdek, a.s. Kret kena met na qka potencial me gabue. Ai shka zgabon nuk ka mo. Andaj ti kandush ndjek në dunja, jetë ndjek një njëri kandidat me gabu, i destinuma me gabu, i brumos të me gabu. Apo, a mund është me thonë, që ki brumi, kjo guri, jo be brumo, ti e pi likure, ti e pi gjaki, ti e me emocione, ti e pi të kajtmës, ti e pi gzimit, ti e që ki njeri je. Nuk të runë me leku, se ki obligim, nuk je pengamber.
melekt Allahu xhelal ka rujt pejgamberin alayhis salatu wassalam. Wallahu ya'simuka minan nas. Allahu të mbron pi njerëzve. Mos flasmi për shpallja, diskutohet. La yantiqu anil hawa. Asni germ nuk e thot çka do të më thon Muhamedi alayhis salatu wassalam. Mirë po vëzëra ai ka vdek alayhis salatu wassalam. Sot çka? Andaj mos lejon zemrën tënde me pas kurkush pozicionin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dini çka thot vëzër? Thot: "Wa kam min 'alimin tushkilu alayhi mas'ala." Sa hoxha në dunja i përzijet një mesele. A ndodhë me ju përzijet? Ja, kemi raste degradon, komplet degradon, del pi feje. A ka mundësi ka qenë thirrës në islam, apo thirrëse në islame. Edhe çka ndodhë vëzër? Komplet e le. Pavarësisht përgjithësi cili e ka përgjithësinë e vetë. Na po flasim, na si musliman, që gjut me pa. Çka nëse është ajo motra jote? Çka nëse është vajza axhës tane, vajza hallës tane, vajza tezës tane? Çka nëse është vajza jote, gruaja jote, nana, çka bëhet atëherë? Çish ki me ndjeti? A ki me vjell këta të vëner? Me thonë, ja thaj zoti qafën a ki me thonë qështoa? A ki me thonë, na alu, ka dale, prit takshirmi çka të ka hi shqipja. Thot Abdurrahman al-Muallimi, sa alimit i ka hi, ju ka ngatru një mesele. Thot, vini dhe vëzër, thot, au yakhsha an yakuna mukhti'an fiha. Thot, ose gjatë hulumtimit të asaj mesele, frigohet se mos gabon. E jep një fetfatët, se dibe s'jam i sigur, nuk vedi që shoh. Se vëzër, friga për fetfatët të ulema, të avami, s'ka frikë për fetfatës. A keni pa ju avam tutut me dhon fetva? Po çushto më edhe piki më mesele. Ai alimi tutut, ai një zotin e madh xhelal xhelal. Apo, ai një. Ai shka di shkrim dhe lexim kur të vjen dënimi e di thotë, kjo ai çdo shkruajt valla këtu. Kimë pagujt. Të pas kanë shkruajt dënim. Ai shka sa më rvesh thotë, po shtyn e morën furr, po shtyn e furr, më e kanë kopjen ato. Po ti shtyn furr, pa të kanë kopjen. Andaj duhet me lexu sa më me frikë, thotë. E gjatë këti studimi dhe frige për qenë gabim në atë mesele, thot, nuk i mundësohet ati dhe nuk ka ndë një rrugë që të bashkohet me dikan tjetër prej ulemave dhe ta diskuton bashkarish me ta, apo të hulumtojnë dhe vrojtojnë këtë mesele saksin e sajna. Dhe njëri ju është sikur i vetëm dunja, apo? Sikur i vetëm. Dhe kjo dhe zërë është punu shumë në agendat e armiqve që musliman me pas këtë gjendje. Sa shpesh Omar ibn Khattabi radiallahu anhu ndodhte një mesele, i mbledhte njerëzit. A ka mujtë bënda, unë e di këta. A dhe kush a ka në njëri, Omar ibn Khattabi. E kam lekë, çka po thoni për këtë mesele? Çka po thoni për këtë mesele? E kështu me radhë. Dëgjoni vëzër tani këtë fjalit e Abdurrahman al-Muallimi rahimahullahu ta'ala. Thot: "Wa kam min alimin akhta'a fi mas'alatin falam yahtamma ikhwanuhu min al-ulama bi an yazuruhu wa yudhakiruhu fiha au yukatibuhu fi sha'niha." Dëgjoni këtë vëzër, është ibrat dhe mësim për sicilin prej neve. Edhe apo e pakta. Kjo tash ki i bën thirrje ulemave, xhallarëve. Po çdo njeri, edhe avami, për vllaun e vet musliman, kur e shet se ky ka mundsi ka degradu diçka, ka dalë vëlla. Ka dalë se kjo ka rregull se si menaxhor. Thot, sa dietari ka gabuar në një mesele. Sa dietari ka gabuar në një mesele. Dhe vëllezërit e tij prej dietarëve të tjerë, vini rekse. Dhe vëllezërit e tij prej dietarëve të tjerë nuk janë interesuar fare për ta. Çka ka ndodhur? Po shiqirbe se a di pikur jam të prit me devijuki. Vëzër kështu, dikush e shpreh, janë pak më budallë, shpreh më të veçela, do janë pak më të mëshëm, nuk e shpreh. O më çfarë të dosh me thon? Po hajde me ma, o pikur jam të prit me devijue. Ka me taj si ai skeletin në karrige, e dini që atë prit shkenca me zbulue ilaçin e ringjallës. Ama ai kreti pranon shkenca në të ringjallë, veç Allah jo. Ki modo, janë çështu të veçela. Edhe të tjerëve kështu ndodh, apo pikur, po ne kum dit ma që ka me deviju. A çështu e ka muslimani me muslimanin? Thot, se janë interesu vëllezërit e vet për ulemave që ta vizitojnë ata, apo ti përsërisin disa prej kujtimeve me ta. Ja kujtojnë, thonë, qire edhe njerë që këtë mesele, hulumtoj edhe njerë që këtë mesele, diskutoj edhe njerë që këtë mesele. Pasaj ka thonë, apo ti shkrujnë mesazh.
I thonë, a pëkshyrë dhe njëherë, pesodinjane njëherë, nështë të ka ikë dishka, se ke bo me qëllim, ke menu sa që ashtu. Apo, na që thojna, zemrën e kitë keqe, njetin e kitë prisht, apo, e urrejnë fejën, se së mund me para menu, dikush, po gabim be, a di që të më dhëmë, gabim mëre, gabim. Në të na, ka up tërë me gabim, sa herë me të keqe ka, sa herë e ka aj do me rëzu islamin, sa herë e ka qështu, kur s'ka përshimë, po ka kabuë, sa alimi ka kabuë në dunja. Thot Abdurrahman al-Muallimi, bel, gajetu ma jesna'u ahaduhum, en jenshura i'tiradhahu fi mejelletin au risaletin, ju shenni'u ala dhalika l'alim wa ju gjehilo. Thot, a e di thot maksimumi shka bojnë ulemat e kohës tonë. Flet për ulema dhe zër. Tash, a muni zëvërit të na qka ndodhë tani. Ky flet për nivellet më të larta, qka të ndodhë, nivel më të nalë se të ulemat s'ka dhe zër. Pengambert, a janë. Ka vdek i funit për tëre. Kush ka met? El ulema, warathut lëmbja. Ki flo për atë klasë, s'ka manalt. Manalt është pengambert. Ata kanë vdek, këta kanë met. Tash, që ndodhë? Këtu atë ndodhë kjo gjurulldi dhe kjo katrahur. Para me do tash zbrit e më poshtë. Thot, maksimumi kër e shohin një djetar që ka gabu apo ka deviju. Thot, maksimumi që bën njëri për e tëre është që ta shpërndan kritikën e vetë do një gazet prej gazetave, apo që shkruan do një kolum, do një artikull për të kritikuar shumë ashpër veprimin e këtina. Thot, dhe duke trajtuar ata si ignorant. Thot, që gjahili s'di. Nuk deki. Thot, au ju beddiu, apo mini herë thot ngutët ta shpa dhe bidat gji. Au ju kefiru, apo thot mini herë ngutët e thot, dhe kjafira konke, kjafira. Po ki kufrin moti e ka pas, po shtash e nëzirin pa. Dhe ma kja konbe, pin kalubela në qafir, po veç se tash, ne kena dit, ki kardiologi e ka dit, o ki njohës i miri zemrave, e ka dit. Do të vim pasajt e një transmetim tjetër Isa a.s. se këta njerëz zëzër dojnë me lujt rolin e Zotit në tokë. Dojnë me lujt rolin e Zotit. Ki qafir, munafik, bidatgji, gjunaqar, gjenem li, ki pak ma poshtë, ki manalti, ki me butalibin, ki me ibn Seluli, i din, kejt i din, me emra me mbi emra. Sikur di kur talibin e të njoftimin, a përsa e ki, që si ato kode kër lezën, ta nëzirë kretë rengenin total. Kush janë këta njerëz, vëllezër, të cilët i bojnë baru umetit Muhammedit a.s. Se të ngarkoj njërzimin, islami sot sulmohet në të në anë, pi armizve të islamit, apo para me në aje sulmon pi atje, ki piknere thot, largoj e bedhe piktu. Kush shkoj në zonë, vëllezër? Kush shkoj e? Andaj qka i tha Ebu Derda, kër e palë të e sha disa musliman një gjinaqar. Tha musubani ka shejtani. Musubani ka shejtani, shejtani bëllat e sulmua, a dhe ju një të sulmua. Thot, fetekunu në nëtigjetu aksul matlub. Thot, e si rezultat, ajo e kërkuara bie në kundërtën, përmbysët. Pra, cëla është e kërkuara, vëllezër? Ti kur e ke shkruajt një kritik, cëla kur e shkruan ti një status Facebook, cëla e kërkuara? A kërkuara me udhëzue? Hajde tash vëllezër veç mate. Ti kur e shkruan një fjali të ajet, hadith, fjalë të ulemave, e shkruan veç një anë me vetë, o vëlla, pse pi shkruan që ta? Inshallah be udhëzohet dikush. Po ai të di që këtë kundërta të ndodh. Ti ai të di që këtë kundërta të ndodh. Hiç kërkush sa të udhëzue. Këtë kundërta, ala ma keq janë të menu për Islamin. Ala ma keq janë njerëz të degradu, vëlla. Nalu pak, çfarë të ndodh, vëlla? Se ti me këto kritika, me kritikat e mia, e tua të ta tjetrit. Dikush do të thonë, ç'është Islami ja? Si, nuk i larg. Pse o vëzë larg? Se nuk i tërheq. Kur ardhi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka tha? Tha ja Rasulullah, ke ibn Selulin na s'pe drejtojna, ta vrojna. Çka tha pejgamberi sallallahu? La, jo kur. La yatahaddathu an-nas an Muhammadan yaqtulu ashaba. Po jo doni me thonë njerëz Muhamedi sa më të vrashë këtë vetë. Vini rresht ashtu në di kontraditave të pejgamberit sa më shumë qarta i kanë krija. Ja ka mësuar Zoti vetë xhelalu. Kur ju ka thonë pejgamberi sallallahu kur ju ka thënë mesazhin arabëve, çka ju ka thonë? Kush dëshmon la ilaha illallah edhe Muhammed Rasulullah, çka ndodh vëllezër? Çka ndodh? Osime maluhu wa damu. I mbrohet gjaki dhe pasuria, siguria. I mbrohet gjaku dhe pasuria. Pra tash njëri në Islam thotë e kam mbrojtme, unë për qytetin jam i sigurt. Para më not tash vin këtë tjetër thotë e vras në ibn Selulin i cili deklarativisht ka thënë shahadu an la ilaha illallah wa shahadu Muhammed Rasulullah. Mi po këto e kanë zbuluar, se nuk ka çashtu.
Dhe ai zbulim u koni vërtet. A këto zbulime të këtinve janë babe qajtore? E koni zbulim me shpallje. Për jam nuk ka thonë sa qashtu, po ka thonë tjetër shka qysh me jo, pse? Ka thonë se njerëz kanë me thonë Muhamedi a.s. pi vran shokët e vet. Rezultati cili jo? Mos me in islam të luftojnë. Me in islam të luftojnë, ku me shku Allah? Mos me thonë shahadetin të luftojnë, shpatën. Me thonë shahadetin, shpatën. Cëla është pëtime? A e kupton kur e le njerin çfarë neutralizone? Apo transmetohet se njeri prej njerëzve i ka bo davet një njerit për me in islam. Ka qenë për jo muslimanëve. Edhe i ka thonë, se s'po njëti në islam, se ti shumë njeri mirije. Ka thonë, unë e kam me rak rakijen, e ju e keni haram. Anëve ka thonë, se s'ka lidhe, rakija i ka do dënime në islam, po nuk ka gjunat që i qëtë për feje. Mund është me nejtë edhe musliman edhe rakiji. E ka thonë, si të mundet edhe musliman edhe rakiji, unë e hije. Ka hije. Edhe është sërë që e ka mënia dozën e rakijes që e ka pije, e kanë kam gjikos, se ka kam gjik. Kam gjikos, ka thonë, po më dërmu të rejmona, s'mojhën e kështu. Unë rakinë së në la, qytekin së me duroj, ka thonë, po du mu këthije. Jo, ka thonë, se si të këthesh të ekin kryen. Ku me shku, Allah, kalëzëm ti mu rakia më re, me dalë, ma e këni kryen, kalëzëm një këtë shkoj. A e kupton dhe zë shikon më me sa në qka i tha? Jo me vrajbë një selulin, me gjithë sa munafik. Pse? Sepse na kur i kemi thirë njerëzit hinin islam, ju kemi thonë të garantuar e keni gjakun dhe pasurien. Nëse na tash pin mrejna ja cënojna, që thoi njerëzit? Mos hinin islam, se nuk ka e vërtet që ju garantojnë. Edhe mas i tish, prap ju cënojnë. E tani vëzër, në që këtë gjurulldi shejtani i ka bo muslimanët. E shë një njeri jashtë muslimanve, një musliman thot, po këto në mezvejti be co babani, i më mësim bete këto. Unë i kumpatët të bo co ba në mezvejti. 700 milion grupi janë këto. Rretho që të ma mirë dhe. A e kupton dhe tani që ka ndodhë? Thot Abdurrahman el Muallimi, për këtë arsye thot, të kërkuarat e tona janë me rezultate të përmbysta. Ti që të shka kilip, që të shka të ka dalë. Thot, wa kem min mesail jufta fia bi Misr bi shej, wa bi Shame bi khilafi, wa fil Hind bi khilafi dhalik, wa lau kanat il muwasalatu jarijet, بين العلماء لما وقع هذا الخبط الشديد الذي يوسع خرق الافتراق ويؤول إلى النزاع والشقاق. Thot, sa meselet në Egjipt ka qëtër fetva për njëtën mesele. Në Sham apo ka qëtër fetva. Në Indi ka qëtër fetva. Në vene tjera fetvaja. A këtë vene këtot muslimanve. Thot, si kur ta muslimanët edhe o gjallarët e tyre të mbanin lidhjen dërmet veti, nuk do të kishtë ndodhë, thot, këtë kjo katrahure vështirë, e cila po vazhdon me e gris edhe më tepër ndarjen e muslimanëve dhe po e thellon edhe më tepër përçarjen e tyre. Çka thotë? Veç tu thellu përçarjen. Thot, wa ulama ud-din, mëna me këtë. Dhe ulemat e fesë, hoxhallarët e fesë, ahwajun nasi ila at-tawasul wa at-ta'awun. Ulemat e fejt o gjallarët e fes janë njerëzit që mas shumë ti kanë nevoj për të mbajt lidhjet me njëri tjetrit dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Shkrujo vëzër, këta ngrijen zemër, shpirt, në ego, krejt. Ulemat e fes mas shumë ti kanë nevoj për të mbajt lidhje dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Në veçanti në kohën që është përndar ateizmi dhe smundja e saj. Ha? Sot dhe vëzër diskutohet, ato dojnë me të banë komplet qafir. Ki i thot, më duket i banti një dibidate. O ti, ajo ofertën a gjë ka komplet medal pi feja, a kupton ti? Ti këtu je t'ja ngarku krien me 1, 2, 3 pi mëkateve, aja tje ka thonë, aja të tranu këto, hajde të na. Hajde, lirojo komplet, lema këtë fejen. Sikur që i ka quë Ka'b ibn Malik, radhiallahu an, i ka quë njëri prej mbretve të Arabijës nga të Shamit, kër e ka bojkotu për nga mele selam Ka'bin, si kanë folë 50 dit, jo ka që një letër, ka thonë ka arë lajme se ki dës të jotë shumë të bo presion, edhe s'po të folë, edhe i ka dhe urdhru, edhe familjen tane mos mi folë. Hajde të na, se na strehojmë, na t'japim komoditet. E ka morë letrën, edhe ka pa zarmin për para, shporejti, veç e ka shti shporejti. Ama vëzër, a janë ketë në nefsin edhe sabrin edhe durimin e Ka'bit? Jo, vëzër. Dikur sot, am lanë këto, apo? Shkët e këto qertë. Am lanë këto? Shkët e këto qertë. Ama nuk e kanë ketë sabrin e Abu Bakr as-Siddiqut, se kanë ketë sabrin e Bilalit radhiyallahu an, se kanë ketë sabrin e Ammarit edhe Sumejës. Apo?
Madje edhe ata të cilët flasin në emër të Ammarit dhe Sumes nuk e kanë sabën e atyre të cilët janë protagonistë të ngjarjes. Jo, ti veç tu kallzu për ata. Ti mundesh me kallzu gjithë ditën për Bilalin, po ti shi Bilali. Ti shi Bilali, as nuk i hin test Bilalit. Po çka ke hin test Bilalit? Ti çetara Bilali që le kanë nuk shkami për mikrije, ti që po flet për ta. Po ti inshallah bësh si ai. Inshallah bëj me kreci ai. Ama nuk e kanë njerëz vëllezër, relativ është durimi i tyre. Thot Abdulrahman al-Muallimi, thot në veçanti në kohën tonë që është duke u përhap ateizmi, ateizmi, l'ilhad, wa qallat ar-raghbatu fi al-ulum ad-diniyya, dhe dëshira e njerëzve për me mësu fejen është shumë e pakët. Me bo tash për toke, na mund flasim në mënyrë akademike sa dush, mund na me fol me gramatik, apo tash ju me nejt vazhdimisht me fjalor çka tha, po s'është qëllimi ajo. Qëllimi me kuptu fejen. Ale për toke, ju ma mire dini se me shku sot, që se tash, që këtë moment, ndo një diskotek, apo ndo një shesh, apo ndo një vend ku bëhet kurs shëtitje, ju i një të bindë shumë se ka ma shumë se që tu, apo jo veç kaq. Me shku këtë gjamiet ku marrë ligjerata, edhe krejt me mledh numrin e njerëzve shkajnë të prezentu në ders, apo përqindja e pakt e këtëne, krasim me ato të se të kanë dalë, mu shfrenu, me pi raki, me bo zina, me pi drog, me bo haram, o shumë ma e madhe se sa? Pikujna dhe zër, pi atyre shka deklarojnë musliman, që në të fëllë pra të tjerë, pra të shka musliman. A e kupton sa pak dëshirë ka njës me ngu ders? Ajde ta shdalë me këtu. Parameno edhe këtyre njerëzve të cilët kanë shprej dëshirë me ngu ders dhe me ndëgju për islam, ti mja u gërdit edhe qëtinve. Atër më kulmi, ku që e dhe? Ato tjeri thonë, hajde të na, lehu ashab, a i ka dësat të vetë, hajde të na. Shikosh ka thot Abdulrahman al-Muallimi, bel kadet të umun nufratu anha, bile thot, gati, krejt, janë ngërdit, zdën, përfejtë mësua, hive dhe përfejtë. Shema thot dishka, përparoni a kiva thot, përparo, matëm na thot, leni këto gjallar me prada ju, kini mejt, a voton, se kite me këpin hana të na fola gjë. Ne e dim që nuk kanë hanë, ama që i mashtroj njerëzit. Ne e dim që i rrenë që ditë tanë ditë rrenë. Ani, a i thot, qyre njerëz ku kanë shkua, apo thot, thu se kje ka prodhu aeroplani, thot, qyre ato ku kanë shkua. A i që ka prodhu aeroplanin interesohet për fe, ki që të regjia pik tu, apo thot, komunisti, thot, këto gjallarë në umitën pralla, gjeneti, gjenemi. A njerëz të prodhu aeroplana. Po be, po a i që ka prodhu aeroplanin, sa të folë si ti, sa të folë si ti aj. A i u lumtu si nuk folëve si ti aj. A njeri shka ka cicine shkenstarit, cicine u lëmtuzit, a i s'fol me ketë të vecellëk, nuk folaj. Mirë po na jemi spru me kësi njerëzi. Thot, wastaghna kullu ahadin bi ra'yi. Thot edhe krejtve është duke u marrë mendja se janë të pavarur me mendjen e vetë. A e kupton dhe zërna çfarë kohën atje tuaj? Edhe pak, apo, vesë na kena nisë këtë fazë dhe zërë. Mua më ka ndodhur personalisht, po sigurisht të xhallarëve tjerë plot. Ne vetë se ka nisë kohë o vëzër. Njëri thot, o gjo, zda është ta me tlo dhe veta qatin. Inteligencën artificiale. Thot, mi kalzoj, ketë, hanë e fi që ka thojnë, shafi që ka thojnë, e gjejta dikun vetën. A e kuptoni o vëzër se këta tamame kanë ditë që këtu bëjmë një grupi cila e shonë fejen vazhdimisht. Këtu janë disa të tjerë që të pimrena jo gërditin fejen, apo njerës të zëtë në për rrugas njerëzi, përkatsohen e bojnë suretin e fejes, i luftojnë njerëzit, i luftojnë e gjallartë, i luftojnë djetartë, kënena të ka ofru qatin, po qka duhet hoqa? Që e vetë këta Hanefi që kanë thonë, Shafi që kanë thonë, Maliki që kanë thonë, ti thu, hajtë edhe pak qarama, a ki pa e thot, a ki pa më thu që ka thot, a më që duhet edhe një qarim, me gjithë dëshire këshmi ba e, ta ka ba ata sikur me të folë romantiki ma i monë dë një, edhe pak njerëzit, po, qëfar kanë mu pavarësu komplet, a dhe zë duhet shumë kujdeze, shumë dhëmshuri. Dhe duhet mës me këput me asni njeri mundësien nëse ka një grimë të interesi për islam. E thonë, hajde Allah, hajde për islam, dëgjose edhe pak, a i s'ka me të adhonë mundësien edhe pak të këshirë është më tirti. Qështu nëse vazhdojnë njerëzit me u larguën nga feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, fa ulema uddin muftakiruna ila ta'awuni li i gjadit turukin tukarribu l'masafete bejnehum wa bejnë al-mutaallimin al-ulum al-hadithe. Thot, ulemat e fes, o gjallarët, janë të varfër, nevojtarë, shumë nevojtarë, që të ndihmohen më njëri tjetrin për të krijuar rrugë të cilat
e ngushtojnë hapësirën në mes tyre dhe atyre shkencëtarëve dhe hulumtuesve të cilat studiojnë gjërat e reja. Pse o dhe zë? Po ja, po ta marrë cëllis, a ka diku që tu që se ka qatë GBT, a ka si cëli, apo mos flasë për tjera plot. Do më thonë, është duke veç hapësira gjanohet. Edhe pak thot, çka me shku në ders, që e veti. Veç i tham, hajtë më mani ders që tu. U kryo dho, ka me ta majtaj. Edhe shka i thot, mama me zanin e filan hoxhës. Pse më rëndë shkojtë marrë u dher atje. A kuptonë vëzër. Shiko, Abdurrahman al-Muallimi se ka mrinje as telefonat e me që mas kur gjo. Thot, duhet ulemat me gjithë munira të t'i afrojnë, sa i largë është, largë. Ti s'ki kontakt me shkencëtarin, s'ki kontakt me biologin, s'ki kontakt me sociologin, me psikologin. Aja tje, a di se dha njerëzë i merë atje, i grumbullon. Ate duhet mu afruhe, qëfar? Afërsia. Thot, wa tujla fiha al-masailu ad-diniyya fi ma'arid tattafiq wa tariqat tafkir al-asri. Thot, dhe të qartësohen meselet fetare, në mënyra të cilat prezentohen dhe vendosën kallëpe bashkohore, për të përdorën krejta metodat bashkohore për ta manifestu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, për të prezentu ata në mënyrën më të mirë. Fa yustata'u bidhalika iqaf al-waba an ziyadat al-intishari wa mu'alajat al-mardha bal wa ad-di'ayat al-muthmira insha Allahu ta'ala. Thot, dhe në këtë mënyrë që të krijohet hapësirë e të mundsohet pengimi i shtrirjes së epidemisë ateizmit. Është të ushtrio dhe më të madhe. Njerëzit janë të thonë, a di qka, liroju pi feje, si dush mu. Njerëzit që ta shenë të këshirë qefi qka. Apo, Islami ka matën të ndalon, rakijën të ndalon, zinan të ndalon, a do me jetua, shko vëzë, në ketë botë kuftim. Sa duhet njëse mja u lecu, vëzë. Jo mja u lecu haramin, jo. Mja u lecu me dash fejër. Me dash fejër, erë njërit e pejgamber alayhi salatu wassalam. Tha, du me hin Islam. A di në ka të smetoj me Mahmedin e Musnedin e tina. Tha, hin. Tha, e kam një kusht. Qfar kusht i ki? Dhe gjënë dhe zë. Tha, su një fali 5 vakt. Veç di. I tha, hin. Për nësëm, hin Islam. Disa prej sahabe reagunë dhe zë. Tha, një Rasulullah, pse ki me di? Në i falë mi 5. Tha, pritni se kam i falë dhe ki 5. Pritni se dhe ki kam i falë 5. Edhe disa të tjerë të pejgamberi alayhis salam dhe i tha, një Rasulullah, dojna me hin Islam. Tha, hini. Tha, i kemi 2 pengesa, 2 probleme. Që na i largon qëto dikush, se na him në Islam. Tha, cilat janë ato? Tha, ne nuk mujna me dhanë pare në adhimën, kopratës. Shiko sa sinqerë të lezën? Apo, ati tjetëri të folë me gjuhën e Ebu Bakr e Siddikut, apo thonë, edhe ato timat e koleta. Ne Allah për Allah qëto. Po mos folë barë me gjuhën e Ebu Bakrit, Allah. A qëfar kontradiktit i kryon të njerëzit? Se ti kur flet me gjuhën e Ebu Bakrit, vend dikush thot, a mos kinja 500.000 euro, Allah. Unë nikë të folë se Ebu Bekri së diku. Ebu Bekri ka thonë pare pa e sapë. E pastaj ti për që të dhingë të luga të shpija. Ama ti fjallorin, ti retorikën e kita tira. A të vjen talipaj. A qëtëri folë me gjuhën e Khalid bin Velidit. E mësë të një thotë, jo, unë se po të për një me Allah, unë apet kem të bo. Ja, ku do me më gjuhë muhe? Për këta shjo dhe zë, folë me qatë gjuhë ka ti mund është me zbatu ata. Folë me qatë gjuhë ka mund është me zbatu. Këto sinqerë, tha një Rasulullah. Parë së njapna, edhe në luft zënvina. A ban me hin Islam? Hini, tha. Hini Islam. Sahabët tha, ja Rasulullah, pare jo, luft jo. Qka tha për nësam? Se jetë saddakun, wa se ju gjahidun. Rini beratë. Hajtë se edhe kanë me dhonë pare, edhe kanë me luftu. Po prejtë, unë e du të hinje kënë jarë. Kur të hinje pasaj, kur t'i batë të dashër Islami, kur ta kuptoj e kush është Rabbul Alemini, Zoti i botrave, kur ta kuptoj madhështin e kësaj feje, vetë. Andaj, shiko dhe zërë, nuk kalon rrugë pejgamberi alayhis salam vetë se ka afru njeriu të jenë fe. Jo veç ka së dhe zërë. Imam Ahmedi transmeton hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhis salam, një njeriu i cili ka ardhur ka thënë eslim, hin Islam. Ky njeri ka thënë inni ejidu karihan. Ka thënë unë e urrej me hin Islam. E urrej, kari, e urrej. Çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ai tha halat. Para se me mor gjevabin, hajde para me nojë njani, ti i ke bo davet, i thu, hin për Islam, hin, i ban davet. Edhe i thot, adishka, hajde mësë më folë më këtë mund, se unë i nati kam këtë mund, e urrej këtë mund. Apo, po aq me platë qënësit, qafën e thefsh, unë të lona ti t'ishtë Islam,
nuk i tha kështu vëllazër. Imam Muhamedi transmeton musnedin e tij. Tha pejgamberi alayhis salam, "Aslim walau kunta karihan." Ani be thahin Islam edhe nëse e urrejn. Hin Islam edhe nëse e urrejn. Ibn Rajab al-Hanbali, nxënësi Ibn Qayyim al-Jauziyes, Ibn Rajab Abdurrahman Ibn Rajab al-Hanbali, kur e komenton këtë hadith se ka debat shumë se pse i ka thënë ose hin Islam, tu e urrej se kushti i Islamit cili o vëllazër, kushti i imanit cili o tashnia. I në mësuni që na kushto dashuria me dasht, po pasanena me tu pranua. Dietar kanë debat shumë, pse? Kanë thënë, thotë Ibn Rajab al-Hanbali, më sakta në komentin e kësaj ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë se kjo urrejtje me të hynë në Islam i largohet. Ha? Kjo urrejtje, vini re, kjo urrejtje në Islam që e kaki por Islamin me të hyrën në Islam i largohet. Apo? A e dini vetë sa njeri thot, a thu që shon xhami. Që shon xhami, s'dia. Apo? Para me nuk vjen sefte, apo thon, e një thot, ka dalë se s'dite me inje këtu. E ki kundrat mirë, e ki kbuzat. Ha tamam thot. Atë 50 vetë që kam ka folë shejtani që ja keq, sot e vërtetova. A kupton vëzër për çka na të fol? Duhet ku ta shifsh, thon, hajde vë. Sa ai kit mirë kanë bëjë. Kit shejtan të kanë bëu mirë. Kur ja ban ti këtu keq, shtëpinë e Zotit te bareke ve teala, ai gërditet. Andaj tha pejgamberi alayhis salam, "Aslim walau kunta karihan." Hin than Islam edhe nëse urrejn, ai të del kjo urrejtje. Pra kuptimi është kjo, ai të del kjo urrejtje. Thot Abdurrahman al-Muallimi rahimahullahu ta'ala, thot, "Fa amma ad-dawa al-ma'ruf al-an." Vini re thot, që kjo është ajo që na dashnë me bëj, çka duhet me bëj. Lidhje e fortë mes muslimanëve, mes dietarëve të cilët e kanë breng fen Allahu subhanahu wa taala dhe Kur'anit dhe Sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot për të afruar hapësirat mes hoxhallarëve dhe atyre që studiojnë gjërat e kësaj bote, thot për ta ndërprekët ateizëm i cili po shpërndahet për të shëruar të sëmurit me këtë smundje. Me lejen Allahu subhanahu wa taala. Vini re çka thot. Sa i përket ilaçit të sotshëm të njohur, të lë ilaçi sotshëm i njohur vëzë, dëgjoj çka thot. Sa i përket ilaçit të sotshëm, që këtë ilaç janë të përdorur, mjekim njerëzit. Thot, wa huwa, dhe ajo është, wa huwa takfiru wa tadlil. Do është tekfiri dhe shpallja për devim. Apo, ai për shembull angatruin çoni, angatrua. Qafiri e thot, shumë se më bë. Ky e ka, me vetë ka vulë kë. Hazoro. Devijove thot. Devijove. Që kjo, a munir shërimi ajo? A e shëron ata ajo? A din se hini njëri vëzër paranoja, hini njëri pinha pa qëtësu, si shpjo ndodhë njerëzve. Vetë njerëzit e shprejnë ata. Thot, fa innehu la yazidu da'a illa i'dalen. Kjo thot smundjes nuk i shton pos komplikim. Ha? Kjo, a i le që ka umë rrugën. Para me në vëzër fizikisht, që ta kuptosh sa ma let. Ka him njëre ka u pudhën. Apo, edhe të thirë. Thot, jam filan venin, jam të li për shemun me shkue në që këtë ven. Ypsilon. Për e zona, do me arë dikush pin në Turqin në Shkup, apo pin Shkup do me shku në Stambol. Edhe të thirë. Thot, jam që këtu, ama thot, sinimin e kam me mriqa dje. A i komplet ja ka shku ka Rusia, apo ka Kina. E ti thu, aha, ti kur nuk del mu pja ti. Ti mon të gjithë që udhën, a gajrat i madha kjo. Kjo gajrat i madha. Lirish gjeni kodër, vla, këce, se ti mon, ti bish që ati, që kuj të dash me shku, kur mo. Apo, që ka thot kjo? Thot Abdurrahman al-Mali, kjo veç është tonë, apo, para meno, shembol tjetër. Njëri a i smut. Runa zoti ka ro kanceri, Allah i shërof të sëmurët e muslimanëve. Edhe ti shkon mi dhonë gajrat. Apo, edhe ti kujton që i ka grip. Edhe ato të kalzojnë doktori para se mi thot kancer ka ki pacienti. Edhe ti imi dhonë gajrat. Por ti vlo ditë bardhë më jo. Ditë të numru me vlo. Biri vetit mas. Qatë di bere vetit mas e vlo. Ka ro kanceri. Nuk i thuët kësi fjallë, o dhe zërë. Edhe me kan nuk i thuët. A para me në mi u thonë pa kan. A ka ma betla qëtër. Pa i mi tu kan, si thuët. Se ti e ngarkon ata. Ti e ngarkon. Njerit mi thonë për shemull. Apo, a i ka ro gripi, valla dhe pi gripit vdesi njerëzit. Nuk ka që i veç pi kancerit vdesi. Nuk i një do që kanë vdek. Apo, po njerëzit dhe zërë, e dini në Covid. Njëri ka vdek pi stresit.
Apo, mu më kanë kallëzu mjek të se të kanë punue në repartët e Covidit. 4 njerëz janë konë, 4 pacienta me Covid. I pari ka dek, tu 3 kanë dek me njëherë. Se kur e kanë nxjerrë atë parin, e kanë nxjerrë, apo këto 3 pacienta që thonë, ki me një të smundje, si na vdiq, hajde dhe na. Po qa që ka njërë? Ka shku pejgamberi alayhi salatu vesselam me vizitu një njeri, hadisi kanë zirë më Bukhariu, a ka një smund. Edhe pejgamberi sa më ka thonë, tahurun la ba'sa inshallah. Ka thonë, kjo pastrim, inshallah pastrohesh. Ai ka thonë, jo, kjo smundje fundin e ka të vorrët. Këtyre ka kundërshtu pejgamberi alayhi salatu vesselam, mirë po edhe kanë kërku vetveten. Atëherë çka I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ç'është koftë? Ty unë po tam tahur, pastrim, inshallah, keme kaluar? Jo. Transmetu çka thot. Pas 3 ditëve ka vdek. Pas 3 ditëve. A vëzër, na nuk më na menal vdekjen. A mundesh me thonë fjalë të mirë? Apo, mundesh me thonë edhe atij që ka shtrin për vdekjen, me thonë, haj sa njeri ja çun kom. Mas vdekjes. Saad ibn Waqas u ka shtri për vdekje. Për vdekje u ka shtri. Pejgamberi më ka thonë, sa imrin e gat kimë pasti. Tu vdek. Tu vdek. Ka thonë, sa imrin e gat kimë pasti. Edhe u ka çun kom prap. Ka jetu mas pejgamberit sallam gjatë. Apo, për këtë arsye vëzër, fjalë pozitive, fjalë të mira, sidomos ku njeri ka smuje, qoftë ajo smuje fizike, qoftë ajo mendore, kuptimin e ka humb busullën, e ka humb ekuilibrin. Ja, do me shkatru kreta, do me afro vëllai. Njerëzit derisa janë duke u interesu dush me azhatu hajde. Ku e ki keq kuptimin? Ka mundësi dikujt I duhet keq kuptimin, ditë me ligjërat e sos. Thot, tamam me pata keq kuptimin, sot e heka. Dikujt I duhen 5 ditë. Apo, dikujt I duhen 100 ditë. Dikujt sot diçka, mu 15 vetë duhet me mdal pisoj mesele. Ani 15 vëllai. Çfarë kena me bëu desa ta kuptosh? Thot Abdurrahman al-Muallimi, sa I përket shpalljes për qafir dhe për devijim, thot kjo nuk I shton smundjes, pos komplikim. Wa mathaluhu mathalu rajul dhahara bi ba'd asabihi barasun faqata'a. Thot shembulli kësaj është sikur shembulli I njerit I cili e ka rok smundja e gishtave, apo barasi. E ka rok smundja e gishtave zgjebës. Thot, edhe ka shku te njëri ka thonë, smundë e kam. Ilaçi më I shkurt cili o dhe zër. Beri kërshont. Që cili gishta I nxin, që të prej qëta. I ki 4 qerë, 9 qerë, sa pëtën. Që qështu? A me shku të doktorit thot ka dalë, ka ilaçe, ka maste, mujna me li, ka përca? Apo? Na cili thëna, ki gisht ashtu nuk duhet, lo. Ki gisht nuk duhet. A I të bëha të nxin, ta prish këtë preje, thot, fe me dhe luhu, si që ki njeri, o qështu, preje mërë, thot, preje, apo. Thot, fa dhahar al-barasu bi ukhra. Thot, problemi ku ha, sa është kjo enzimja, I ka kalu në gishtin tjetër. Dhe se që me bo, be malë tjetër. Po dhe si gjanis në që shtu, apo, ki enzimja kalon këtu, unë e ka me met pa dur. Mësa një edhe ka kom, ka me mrajo, ti kimi me hek krejt, apo tonë. Mësa një kimi anish ka vesht, edhe ka hund, apo tonë. Allah, ban me vorin po hi, mësë më hin me gërgjan mo. Kjo shembull, thot Abdurrahman al-Muallimi, thot, faqila lahu hananike qable an taqta'a jami'a a'daik. E këti njeri du të mi thonë, ka dale, ma ka dale, merë këtë punë me kujdes, se kështu nëse vazhdon me këputje, kimi këput ke gjimtir të trupit. Nëse ti çdo smundje shka shfaqet, apo e këpo njerëz dhe zër, ju besheqeri, diabeti, runa zot, Allah I shëroft të sëmundet dhe muslimanëve, dhe diabeti vëzër nëse shkon forcohet, ka mundësi të bëhet pjesë, ka mundësi të bëhet domosdoshmëri se një pjesë e trupit mu prej. E prej njeri komplet kama, thot, ma mirë të prej. Se doktori çka I thot? Ma mirë e prej s'mi qëtu se kjo hecma në tana. Apo, ama e di kur mirë të I vendimu vëzër. Pas 100 përpjekjeve me ilaçe, me ilaçe, thot, ta pështojnë atë këput mën. E këputi, a në gardë hadith, ilaçi I funit o hekri. Hekri o I funit mu. Apo, hekuri. Ajo që ka që të na pegëlla, hekur. Ajo, për para kam përdur njerëzit për me e shërue plagën. Më kjo e funit. Njerë dushmi përdur dhëra tjera. Thot Abdurrahman al-Muallimi, thot kjo është gjendja e muslimanve, e lusim Zotin e madh te bareke ve teala që ti përmison. Tani vëzë kemi transmetimin, të se ne ka nxjerrë Imam Maliku në Muwatta'an e tina. Muwatta vëzër është një ndër librat e para
të cilat Imam Maliku kam përmbledh fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të sahabëve, disa prej gjërave që i ka transmetuar nga pejgamberët e hershëm. Thot në Muwatta'an e tij Imam Maliku rahmetullahi alayh, thot Kitabu el-Kalam, libri i të folurit. Shikoj, janë mësuar çish me fol. Çfarë duhet me fol? Pastaj ka thënë në kapitull të radhës, thot Babu ma yukrahu min el-kalami bi ghayri dhikrillah. Kapitull, nën kapitull i veçantë, gjërat që urrehen, nuk pëlqehen nga të folurit, që s'kan të bëjnë me dhikrin e Allahut, përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj ka thënë, më është transmetuar, pra më ka arrit, se Isa i biri Meryemës alayhi salatu wassalam ka thënë: La tukthiru l-kalama bi ghayri dhikrillah fataqsuwa qulubukum. Ka thënë Isa alayhi salatu wassalam, dhe gjeni se kjo është më rëndësishme, kjo është lidhet me këtë. Mos ti gëzohemi devijimit dikujt, mos ta përqeshim dikan që ka devijuar. Po, mbroje fejen, mbroje Kur'anin, mbroje hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po kush të ka thonë me zbraz vëner? Kush ka thonë më kënaq që ka devijuar? A Muhamedi alayhi salam, sikur ti shkon Muhamedi alayhi salatu wassalam gjallë, a çashtu si ti e kish mbrojt fjalën e veta? Ti që bërtet, e klith, e përqesh, e tall, e bullizon me njerëz të cilët kanë x dhe y keq kuptime për fen. E ti në xhelozin ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe për ta dhe për sunetin e tij, e mbron me mënyrat që nuk janë sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mendoje një minutë me paskon Muhamedi alayhi salam gjallë dhe personin që ti e ki karshi, që ti do më shnosh me metodën tënde, a e kish folë çështu pejgamberi alayhi salatu wassalam? Atë kish thonë, rehonëse ti më shumë të mor me mori nati mu ti se sa i të mbrojt. Ti më shumë të bëu këtë njëri me mor mu i nati se sa i të mbrojt. Por këtë arsye o vëllezër, ai që e mbron pejgamberin alayhi salatu wassalam, duhet me mbrojt me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Sepse ka mundësi ti me metodën e Abu Jehlit mundosh me mbrojt Muhamedit alayhi salatu wassalam. Edhe te ai i tretë çka thot si tjet Muhamedi alayhi salam, çështu? Se nuk mund me pranu. Ama nuk është vërtet. Se kjo është abuzim me figurën e tij, abuzim me personalitetin e tij. Njerëzit nuk duhet më usqarru se Muhamedi alayhi salatu wassalam është jashtë asaj që na mund me gabua. Thot Isa alayhi salatu wassalam, mos folni shumë fjalë jashtë përmendjes të Allahut. Mos e lodh me këtë gjuhë ku s'ka përmendje të Allahut, ku s'ka fitim në ahiret. Pas e ka thënë, fataqsuwa qulubukum, e të vrasësohen, të ngurcohen zemrat e juve. Ose çka mendoni një njeri 24/7, pra 7 ditë javës 24 orë për kësaj. Tan ditën në Facebook, filani, alani, filani, alani. A e ki pa që e ke thonë filani? A e ki pa që i kish bon demand ki, edhe ki ja kish këthi. Që kja, a ka zemrën të mana, ka dhe problem me zemrën. A ka problem me zemrën. Së mundën të vlezër përmendja e njerëzve me zbut zemrën. Allahu gjallë që ka thot në Kur'an? Ala bi dhikri? A ka thonë, ala bi dhikri nas, a bi dhikri Allah? Ala bi dhikri Allahi tatma'innu l-qulub. Me përmendjen Allahu që të sonë zemrët. A kuptonim se njerëzit janë shqetësum? Shri rahat, del, bërtet, ati filani, alani, shan, bërtet, klith, nuk i di qka. Në fund qka thot, jam të mbroj sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të ben, po kjo malkim o dhe zëro. Të shkej të po kështu. Të mu pas kanë gjallë pejgamberi sa më të kishtan, hajde shah me kejtë veç e të se po pritoj, ha? A që shtu të kishtana alayhi salatu wassalam që nga gjua e ti kur së shformulu sharje. Edhe ka thonë për besimtarin, lejse el mu'minu bit ta'am, së është besimtari që thumbon, do njerëzëm me thumbuve. A me thot, pitskoje pak, mesele rahat pak, gjuja një Allah, thuja një fëtar. Edhe zemra bëhet guri. Pas e lexon në librin e Allah, thot, le thot njëherë që këtë ajet se, ani i mira ajet thot po, që to, ta drejtojnë a qatë hoqën se kishtë dalashit këtë. Po nuk zbutët zemra kështu, nuk shkohet Allahu kështu. Thot Isa alayhi salatu wassalam, mos folni shumë me këtë gjuhë që ka s'kat përmendjet Allahu subhanahu wa taala. Thot, fa innal qalba al-qasi ba'idun min Allah. Ka thonë sepse zemra e ngurt është larg Allahut. Larg Allahut xhel xhelal. Pas e ka thonë, walakin la ta'lamun, ama ju nuk e dini. Ju menoni që jeni të mbrojt, ama realisht jeni larg Allahut xhel xhelal. Vini re tani këtë shembull që është shumë më rëndësi.
për të pas kujdese si cilemi me njerëz, si I shohim ata, qof ata gjunaqar, qof ata mëkatar, qof ata gabimtar, qof ata keq interpretues të fesë me X apo Y në jetën, nuk jena njerëz të cilët I na ka caktuar Allahu xhelala llogari marrës për zemra. Thot Isa alayhi salatu wassalam: "Wala tanzuru fi dhunubin nas ka'annakum arbab." Mos shikoni në gjunahët e njerëzve sikur me qenë ju zota. Kjo fjallë dhe zërë tash, që kjo fjallë vallahi ndërz vetë veti ligjarat vetë veti. Me o përsërit njerëzve dhe vetë vetës në gjdo ditë sabah me e shkujta dhe të shpia. Kur dish pi shpije, mos haro, si e zotë ti I insan. Mos e përkesh dikan, mos u talë me dikan, se ti ki gjunahe. Imam Shafiu që ka thanë? Mos I përkesh një gjunahe të njerëzve, se edhe ju ki një gjunahe. Bahu I verbër se da ta kanë si shuj, ule kokën se da I kanë si ama ti ki gjuna. Thot, mos I shikoni gjunaat e njerëzve si kur ju me qenë zota. Del njani për njerëzve, apo gjenem, gjenet, mereket, a gje poshtine. Allah, këta veç zoti madhë gjele gjele e ban. Veç zoti madhë të bare kjo e tale e ban. Qka I ka thonë për nga mberit alej salatu e selam? Leste alejhim bi musajtir, s'të kena dërgu ti o Muhammed ati diktator. Ti, alejnel hisab, na I mona në sop, shi mërti në sop. Allah, veç një sen mërë, qartësoj e këta në krije tane. Ti njërës nuk I merë logari, a e ditë që ta? Veç që ta, a e ditë ti se njërës ti s'kimi morë logari? Jo veç kaq, ti je I martë logari. Ti kimi morë logari. A I martin logari. A e kini pa kur vinë këto kontrolët, inspekcionet për firma? Apo? A ka drejt ki duqani tjetër me thonë, a të vinë edhe unë me ju, ati t'ju kalzoj. A del jashtë të na fete qina ku ka boki. Kush tiri ti? Haj paguhet ata. A I merë rogë për inspekcion. Thot, une I këshiri ki faturat a I konë regull. A mund është ti mi shku për shemu ti, I ki janë di duqana, kanë hinga të të janë I duqan, edhe ki me arë me thonë, këshirë është ashto. Apo, atë lojnë këto që ka thot, o ti këtu kaf, staf I njerëzve, të cilët I kontrollojnë tatimet dhe rrjedhojnë tatimeve. Çka lip ti këtu? Njëri se le. Ata lojnë gjikacat të njerëzve me thonë ati, mi thonë ti gjikacat, ato të nimoj pak. Ti mu në nimua. Që mu nimu ti mua? Po më shkem gjikac, po paguna thot për këtë punë. Njëri ka shpik ligjin, njëri ka dhënë pozitën, s'tle me hip atë. Po para menot ti me hip, me imagjinu në status, në udhu billahi l'adhim, status zoti, pozicion zoti. Ku ta qojna veç e ta? An gjehenem gaj, apo a sakar, ku e ka ki venin? Ka qetran, a Firdauski, apo kështu ku kanë mëri muslimat dhe zërë. Dishon, pastaj flasim këta njerës mësane kundër fanatizmit, ndërkohë që janë të zhyt në fanatizm. E lusme Allahun që Allah në përmison të gjithve, ja Rabbal Alamin. Ka thënë Isa alayhi salatu wassalam, mos I këshirni njerëzit sikur me qenë ju zota. Mos I këshirni njerëzit sikur me qenë zota. Wandhuru fi dhunubikum ka'annakum abid. Këshirni gjunaat e juve. Këshirni gjunaat e juve. Ju jeni robër. Kur ta shifsi një tjetër, një rob që ban gjuna, thuja dhe unë jam rob edhe unë kam gjuna. Leja gjuna e vetë unë gjuna e në tem. Ka thonë Muhammed al-Munawi, rahimahullahu ta'ala, autori I librit Faidhul Qadir fi sharh al-Jami' as-Saghir, kur ka shpjeguar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhammed al-Munawi, rahimahullahu ta'ala, thot fattaslimul ahwali ila ahliha aslam. Milan njerëzit me halët e veta ma e sigurta për tije. Lebe njerë me halën e vetë, ka bo gjuna. Po funit ka bo gjuna. Po ahit ti për ta në gjenem ajo? Jo. Nëse mund është me këshilu në regull jemi. Nëse mund është me ngren, mës të beren gjuna në regull jemi, me metodën më të mirë. Ama mu mor objekt talje, bullizimi e degradimi e ky shabani ky, e me majt atje ligjerata, ki hoxha, aj hoxha, mu talë me njerëzi në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ila Allahi l-mushtaka. Kjo vëzër, kjo fe, wallahi o të vujt për këtëre njerëzve, veç të Allahu I kërkohet ndim. Ku njerëzit janë larg fejes, kur nuk I gjenë të I komentu zullum qartë, kur nuk I gjenë të I përmenet atë që vrasin njerëz, e vrasin fmi. Ja, ata kur si përmenin? Ka gabu haqen qësh dunjajës, një hoxh, një gerë me ka lezu, ka qetra anë?
Ra feja, thot, si mos dalë, ra feja, ra islami, thot, mora. A i thot, më falni ama, thot, be feja, unë mës me dalë. Be feja, po ti mos më kanë gjallë, mara mës be feja, jo mës me folti. Hish mës më kanë gjallë ti, zbe feja. Ka vdek Muhammed a.s. feja ka vazhdu, ki thot, ne kemi obligim të flasim si gjërash. Si gjërash. Kjo mjerim o vëzër. A di ku a mjerim o vëzër, se këta flasin e mën të islamit. Ne mën të islamit. Bare islamit. Andaj, e pakta mos të bëhemi bar njerëzve. Ti leti jetoja gjunat e veta. Në të pendohet. Nashta pendohet. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Vini re vëzër sani. Bismillah. Transmetoni Imam Buhariu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot alayhi salatu wassalam, kanë qenë dy dosta maherët. Njëri devotshëm, njëri gjunaçar. Allah në bëfit devotshmive. Ama jo si që ki qka e ka kalzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për dit e ka pos dost. Edhe për dit ky i devotshëm tu fal me të mira, ky në gjuna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky nuk ka prall, nuk ka lexhen, nuk ka me thon me etut. Habe Buhariu këre. Edhe i ka thonë çdo ditë, o vëlla mos ban me gjuna, mos s'ban me bë gjuna në rregull. Ai ka thonë çire ti punën tonë në punën time. Punën tonë në punën time. Ky prap nesër, mos s'ban gjuna. Për ditë ja ka rrit dozën e arrogancës. Mo, edhe vullumi ti u shtuë. Edhe një ditë, sikur që neve na vjen te huna, apo përfundon sabri, se çfarë që ki, ditë dilita sabër. Edhe harxhohet. Edhe një ditë qohet apo gjunaj. Thot pejgamberi sa më dhe ki thot. Po ai di pikur jam të këshilluar në time. Apo, o di thotë në pikur jam të këshilluar ti. Thot pasha Allahin, kur Allah sta fal ti. Këto vëllezër, ku të përmendet emri Allah tash ka intervenim. Thot pejgamberi alayhis salam. Thot Allahu subhanahu wa taala, men dha alladhi yata'alla alayya. Kush e ka marrë me rolin tim? Kush e ka marrë rolin tim? Kush atu bon bene mën tem? Kush atu ma përbëdor mu emnin? A din që i ka thonë vëllezër? Allah në rrit. I ka thonë, tije që i të bërtit, as një punë s'ta pranoj. Hajde. Jam falë 500 vetë, s'ti pranoj. Ti dikujt i thu qeve vëlla 500 euro. Si duhe thot mërë, ja s'largoj. Unë tham njeri jam, tham s'ti duhe mërë, hek e për të pare. A Rabbul Alemini, jam falë zot, s'ti duhe, largoj vetë. I ka thonë, nuk ti pranoj punë. Ahbattu amalek, këtë punë ti kumë që poshtë. Edhe hecë ti ka thonë në gjenet. Allah në bofja Rabbul Alamin. O vëzër, leni njërës rahat me gjunat e veta. Luta Allahin të përmirsoje, luta Allahin të uzoje. Thuj o Allah uzoje. Kur t'ja nis ti shpesh të thonë o Allah uzoje, për një gabimtar shka jetë e pa, shejtani ka me ta hekat armicin që i ke me thonë, unë sërë që përja kujtoj këti atë, ki po thotë Allah e uzoje, që ja kujtoj mo. Andaj, kujdes ti s'ta falë më kur. Ti kur mos në që kush jeti o Allah? Kush jeti? Andaj tha Isa a.s. Këshirni njerëzi si njerëzi, këshirni robëri si robë. Ti e robë, si e zotë. Thot Isa a.s. Fe innama an-nasu mubtalan wa mu'afan. Njerëzit janë dy lloj, veç dy janë. Ka thënë ose është i sprovum, ose i pasprovum. Njerëzit a ka tjetër? I sprovum, i pasprovum. Ka thënë farhamu ahlal bala. Mëshironi rahmet për njerëzit që kanë bela. Kanë gjuna. O mëshiroje, o Zotit drejtoft Allah. Allah inshallah t'jep takat e vullnet ta lish këtë gjuna. E të përmirësohesh, e të kthehesh te Zoti i Madh te bareke ve teala. Ç'kjo vëzër, irhamu ahlal bala. Ai kanë bela. Mëshiroje dhe Allah inshallah të zot. Wa ahmadullah ala al-afia. E nëse jeni ju që sini sprovua, thuaj alhamdulillah. Thuaj alhamdulillah Zoti mus. Alhamdulillah deri tash s'm ka sprovuar me këtë gjuna. Ama falenderoj Allahin, mos thuaj una kurse bëj këta. Nuk i di. E kanë pyet Imam Ibrahim an-Nakhai, rahimahullah, dietar për dietarëve të partë muslimanëve. Edhe i kanë thënë, o hoq, as pishati shumë të këqija që ka po ndodhin të na, as po folti hiç për ato këqija. Edhe Ibrahim an-Nakhai tha, a doni më ka të gjevabin? Po. Tha unë ku mësu kaderin. A kemi mësuar për kaderin e Zotit, që të merr piçetum e nxjerr çetu. Ta ndron këtë komplet. Ka thënë alayhi salatu wassalam, fa yasbiqu alayhi al-kitab, ndrohet libri, Allahu na rujt. I ndrohet libri. Ka thënë Ibrahim an-Nakhai, kam pa shumë njerëz të cilët i kanë kritikuar dhe i kanë çortuar njerëz të tjerë, e pastaj të njëjtat gjëra i kanë bëu vet.
Por njëjtat gjëra i ka bo vet. Apo andaj irhamu ahlal bala. Çka thoni Isa alayhis salam? Mushironi njerëz që kanë ras provë. Mushironi njerëz që kanë ras provë. Mos u tall. Ja, përfundimisht Allah ja thaj qafën. Hasrat mira dikuj tani sprov. Hasrat dikush mira një grip. Hasrat me ndodh diçka. Se këtë dunjaja, globi për këtë funksionon. O dhotja, dhe se ti si je vesh ti në glob, ati. Apo, kur të bere shivi, për mu kara shivi. Shkara mor për ti e, kara për to, kara. Apo, dili s'del veç për ti, o Allah. Dili e nëzhe edhe muslimanë e qafiri. Dili e nëzhe edhe më katarën e devotshim. Dili e nëzhe e krejt. Dili e nëzhe edhe ti edhe kundërshtarët e tu. Dili e nëzhe edhe miqë të Allah edhe armiqë të Allah. Allah me tjetin dili në nëzhe. Pse? Që Rabbul Alamin. Andaj, dili s'ka dalë veç për ti e. Apo, kjo është mendësia e vegjëlsisë. Kur ti menon se gjithçka apo për ti e. Jo. Andaj, thot Isa alayhi salatu wassalam, njerëzit janë dy lloje, ose i sprovum, ose i pas provum. Nëse jeni që e shihni di kanë sprovum, mëshironi. E nëse nuk jeni pe atyre, thuni alhamdulillah. Zërkona kam barue dhe nuk ka kohë për të vazhduar të temën që e patën. Mi po besoj që këto gjëra kanë qenë nevojshme na si musliman mirit, edhe pse kjo temë shumë e gjatë edhe meriton shumë trajtim më të detajshëm më të thellshëm. Mirë po, sidoqoftë me isharat besimtari kupton. Ne elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala fillimisht vëzër na erun udhëzimin, na erun imanin, na erun islamin, sepse asnjëri prej neve vëzër nuk ka garancion. Asnjëri prej neve s'ka dekret pin dunja që s'ka me i kur në gjenem. Njeri më i mirë në ftyrë tokës, Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam, ka bëu dua, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ka thënë, o ti cili i rrotullon zemrat dhe zemrat e njerëzve janë durët e tua, forcoje zemrën time në fejën tane. Andaj Allahu na i forcov zemrat në fejën e Zotit. Allahu na mundsoft me qenë të udhëzuar në Islam, në iman, në sunet pejgamberit alayhi salatu wassalam deri në frymën e fundit kur na takohemi me botën e ardhshme. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhel xelaluhu mos ta bën për atyre të cilët ua gërdisin njerëzve fejen, ua bezdisin njerëzve fejen, po jemi për atyre të cilët janë vetë të udhëzuar dhe bëhen sebeb për udhëzimin e njerëzve që ua prezantojnë dhe paraqesin Islamin si gjëjen më të mirë dhe më të këndshme të sën ka mundsi njëri me jetu në jetën e kësaj bote. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhel xelalu musliman kudo që Allahu të ndihmon, fuqarat, skamlort, nevojtarët, jetimat, bonjakët, Allahu të ndihmon, sidomos vëllezërit tonë në Gaza, të cilët kanë vështirësi dhe kanë siklet dhe kanë shqetësime, Allahu të ndihmon. Allahu t'i bekon, Allahu t'i mëshiron. E krejt ata agresor dhe kriminal dhe zullumqar, të cilët bëjnë zullume në tokë, Zoti xhel xelaluhu me zullumin e vet ti shpartallon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.